Samiti i procesit të Berlinit ka mbledhur në Londër udhëheqës nga Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian. Pak para fillimit të samitit, udhëheqësit rajonal u takuan me mbretin britanik Charles III. Delegacione nga Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia po marrin pjesë në samitin e sotëm, nikoqirit të cilit është kryeministri britanik Keir Starmer. Kryeministri i vendit Hristijan Mickoski në rrjetin social Facebook tha se në takim me mbretin Charles III kanë diskutuar për miqësinë midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Mbretërisë së Bashkuar, stabilitetin, zhvillimin dhe mbrojtjen e natyrës. Ky takim është një njohje dhe respekt, por edhe një inkurajim për të vazhduar në rrugën e vlerave të përbashkëta, besimit dhe partneritetit. Në kuadër të procesit të Berlinit organizuar nga kryeministri Keir Starmer, kanë pasur disa takime që synojnë bashkëpunimin strategjik ekonomik dhe infrastrukturor me Mbretërinë e Bashkuar. Procesi i Berlinit i nisur në vitin 2014 synon të mbajë vendet e Evropës juglindore në rrugën e duhur drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në samit marrin pjesë gjithashtu përfaqësues nga Gjermania, Franca dhe antarë të tjerë të Bashkimit Evropian. Sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme britanike, liderët do të diskutojnë për stabilitetin, sigurinë dhe bashkëpunimin ekonomik në rajon, si dhe luftën kundër migracionit të paligjshëm.